Martesat për të përfituar në shtetësinë amerikane, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës paralajmëron shqiptarët. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka bërë thirrje qytetarëve lidhur me përpjekjet për sigurimin e dokumentave të migracionit përmes martesave. Në njoftimin e saj në faqen zyrtare në Facebook, Ambasada nënvizon se mashtrimi përmes martesës është një krim federal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndëshkohet me pasoja serioze ligjore. Mashtrimi për martesë është një krim federal në Shtetet e Bashkuara dhe mund të çojë në dënime serioze, thekson Ambasada. Ambasada bën thirrje qytetarëve që të ndjekin gjithmonë rrugët e ligjore të emigracionit për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithmonë zgjidhni një proces të ligjshëm emigracioni për të hyrë në vend dhe për të siguruar dokumentacionin e duhur, përfundon njoftimi.